Mirëmëngjes. Është hënë dhe është hera e parë që unë jam zgjuar pa arbërin në mëngjes. Sepse ai po flej gjumë. Jo se ka ikur me në vend, por po flej gjumë. Edhe më duket e çuditshme, domethënë ta mëngjes pa arbën që moshe apo me të cilin los në momentin që ha buk. Mëngjes. Duhet të them diçka. Unë sot po ha për të trajt. Këto gjërat me gjumësht. Dikush më tha në TikTok, nëse s'ka thënë, sepse unë këtë javë mora këto, deri dje haja buk me Philadelphia, gjithë italiane. Edhe dikush më tha, 2 feta buke dhe një banane që në mëngjes, nuk e di pse duket çuditshme, mua më duket një mëngjes goxha normal, domethënë nuk më duket sa si e madhe. Faktën të mban, më duket më shumë se kjo, por këtë herë zgjodha këtë sepse për të variuar, për të ndryshuar se her pas here bëj këtë gjë që duhet të ndryshoj. Se nuk e di. Se di ju ndodhe juve, por sikur mërzitem pak. Me të njëjtin ushqim gjithmonë. Ke parasysh që ato ëmbëlsirat një kohë, pastaj që pikërisht buka me Philadelphia, tani është kjo, nuk e di sa do të zjasi. Burim thot është kashk me çokoladë. Një ty mendim ka dhe për edhe mamin për çokoladat të dyja ata, domethënë për çokoladat Locker. E mendojnë kasht. Nuk e di pse, por gjithsesi. Për këtë drejtë kam. Sot arsyeja pse jam zgjuar më herët është sepse duhet të dalim. Kemi pak punë. Do vjen Ronaldo të na marrë, është akoma me leje pune. Sot i baron, ja punës. Nëse kthehet në punë. Dhe do na çojë Roni, do vi dhe Xheni. Kur dal kjo buçë këtu, i kisha dhënë patches sot mëngjes, mbrëm. Edhe është më e butë sot. Nuk i ngacmoj, nuk do të ngacmoj se më dal në rradh për mall. Që kur kam dinë të çuar mbël sot dha me se gjë që i bie para një viti exactisht. Me 30 mars vjet mora vesh që është të thënë. Fluturon koha. Wow. E tani, biri është 4 muaj për pak ditë. Fluturon koha, seriosisht fluturon koha. Se di domethënë. Por, vjet në agjëri mora vesh atë lajm, si vjet për Bajram, për agjërin për Bajram, kisha biri këtu. Shumë bukur ishte gjithsesi. Ja kalon shumë mirë. Edhe duhet të them që ka dalë dielli. Prandaj kam veshur këtë bluzën që shumë e hollë, është pak e hapur kështu, sepse ka dalë një diell. Sigur jemi në behar. Okej, do thuash ti, Julia, është prill. Domethënë 31 mars. Por prapë super ngrohtë. Vjet nuk ishte kështu. Vjet ishin akoma me rroba më trasha, sepse më mend që ikëm në Shqipëri për dasmën e dajës. Edhe ne kishim marrë rroba pak të rënda, sepse si do që tjetë, nështë atje ishte një vap. Do ha një herë, se do që atë bjoj pastaj. Në momentit për më kafen. Që ka çuditshme. Nuk e mësuar. Zakonisht arbëri rrit këtu të tërloj. Zakonisht arbëri rrit këtu të kjo. Që rrit këtu bjoj. Edhe unë pi kafe. Unë ham gjesën e pi kafe më këtu. Edhe e jetë. Por, sot po plej gjumë dhe e kontrolova se makinit e një kafes më në gëgjo shumë, është gëgja e fort. Edhe e po flin të gjumë. Se di në ndishtë në rrjetet tjera, apo jo, por Xheni ka qenë pet. Kur ju them pet, ka qenë pet. Ka qenë vajame të qirpsuar, asaj që juajnë të edhe nga jashtë. Edhe pati 3 ditë temperaturë 39. Për natën e 4 i pata fluar këtu sa e gjorën të dhe mamë im, sa ajo nuk e mbajti dot.
më thënë nisi me syfyre tutë, pastaj më një 2 orë mbasi syfyre ti jepi temperatura duhet me kësë të bën kokër. Edhe që këtu pet shkreta me zi rrinte, Gjeni nuk pare kapin bajamet. Jo, e vogël jo, por as tani. Nga bajamet kam vojtur gjithmonë unë dhe Ronaldo, dhe në një farpike. Ti me sinqert kam kohë që s'më kapin bajamet edhe e di çfarë do të thotë kesh bajamet të qelbëzuara, mos kesh tot, domethënë fuqi të përtypësh atë. Të përtypësh gjëra jo, po të përcjellësh ujin. Nuk e pik fuqi edhe. Tash ashtu kam kohë që nuk kam, por më bëri që të lutesh Allah zot të bëj që mos më gjaj arbri, sepse është më vërtet ndarë. Kush i ka kaluar e ti, kafje që përdor unë, për të ndru një sekund, është Bellini, është më vërtet fort. Sa do jam mësuar ndonjëherë, e ticmi është më vërtet fort. Kështu që e qenë këtë ditë, ajo shkreta me zi rrinte, që edhe bashkëshorti e saj, ishte ai. Ndryshoj pak situatën psikologjikisht për Gjenin. Por ishte pet, e verdh, është opsuar. Mund të thoni jo, për 3 ditë. Për vonet keni bajame për 3 ditë. Mirë me qes. Gjeni. O, sot njerëz, u bëm 2 javë për regjistruar. Po. U bëm 2 javë ose më shumë nuk e di, që nga vlogu i fundit në YouTube, kur ju kishim premtuar që të merrni 2 vlogs në ditë. Dhe e di që kemi gabu, por dhe të shpjegoj pak shpejt pse unë kam pasur kelling këto ditë këtu, kisha nga perioda që s'kemi bërë video. Pas kelling këtu, dhe jo, nuk më ka bekuar të regjistroj të themi drejtën, por dhe thërë jo çfarë ndodhi atëherë. Si mund të shihet dhe nga gjendja ime, unë kam qenë të vetësisht sëmur. Jo, ndonjë sëmundje të çuditshme, por për herë të parë në jetën time në 32 vite jetë, unë kam pasur bajame të qelbëzuara. Po, gjithë jetës tonë si vinjake, Giulia ka pas bajame të qelbëzuara. Dhe unë gjithmonë thoja po jo, Gjul mos e egzagero se s'është aq fundja them që këfyti. No. Që nga e të mërshme, nuk e keni ide. Temperaturë dhe pjetë trupit të fjella, marrje menç. Mu bën madje edhe 2 kokra si bje kështu. Po më përmeni dermatologe. Tha doktoresha, si e more nga ishe, nuk i ditash. I kërkoj gjylpërat në drejtën, i thash në Shqipëri në japin gjylpërat, thash të mi gjylpërat, nuk duroj dot. Dha u mentim. Më në fund, dje që ishe Bajram, pata gjithësi akoma pak dhimbje koke, por më mirë, sot jam akoma më mirë. Do ha mëngjesin tim të adhurueshëm dhe do dal. Njerëz dikush në TikTok, po, më komentoj. O zot si bën, u bërë ti të thua që ka të mëngjes. Nuk e di që është ky luk si pa parë dhe nuk mund të thuaj që çfarë hahet mëngjes. Gjithsesi, ta mëngjes. Kjo princesa shtëpis. Princesh, ty që kemi me? Princesh? Ty që kemi rovë? Ty që kemi? Princesh? Ashtu da, mirë mëngjesi thuaj. Çfarë po pret këtu në kuzhinë me mua? Ka një mani hujtë keq me njerëz. Çdo mëngjes vjen para frigoriferit. Do jap pak. Në këtë rast do jap pak sallama. Kjo është me mish shpule me ullinj. Edhe është fiksu keq o zot. Çdo mëngjes do të haj ndonjë gjë që kemi në shtëpi ose nuk e di domethënë. Kjo mace jonë është
është thjesht masë shumë për përbelu. I them unë mbesa e parë e shtëpisë, kështu që. Presh I diti. Yes, njerëz, fytyra është rrugullu goxha. Me like it. Mi qarë për po fle akoma, thash të mbaroj përgatitjen këtu me ju. SPF. Edhe ndërkohë flasim pak për gjërat e jetës që kanë ndodhur kohët e fundit. Vendosni SPF. Vendosni gjithmonë. SPF. Ose krem dielli, si ty doje parta zemër. Por vendoseni. Jo vetëm për plakjen, po për shëndetit tuaj. Sepse rrezet e diellit nuk ju bëjnë mirë. Unë aktualisht po përdor këtë të Cosrx me witch hazel, aloe vera dhe hyaluronic acid. Është shumë I mirë. Është duket si për mbaron shpejt, duhet të them të vërtetën, por nuk ngel edhe është shumë I mirë. Gjithsesi doja t'ju thoja t'ju jepja një këshill si shoqë ngushtë. Përdorni këtë deodorantin. Këtë. Vishi kushton diku 80 euro. E gjeni në supermarket, në farmaci, ku të doni ju. Është shumë I mirë. Nuk vjen erë. Dhe shoqet e dashura në verë na duhet diçka e tillë. Nuk lëshenja, nuk ka aroma dhe e largon erën e dirësitjes. Është fantastik. Unë kam përdorur në shtatzani, vazhdoj ta përdor tani. Është mirë. Okej, mund t'i pak I shtrenjtë, domethënë sepse ta çon 10 euro e 13 centes nëse s'ka bëj. Për një deodorant mund të duket e tepërt, por është një zonë sensitive. Duhet dim çfarë vëmë në trup. Edhe kjo është më vërtet e mirë. Përveç funksionit, që siç u thash, nuk le e ke parasysh ato shenjat kështu, nuk mban erë që të bezdisi kur hedh parfumet e gjëra të tilla, edhe largon djersën, është edhe me përbërës të mirë. Kështu që shoqë të dashura, ja ku keni. Vishi. Unë nuk jam person që bëj make-up, edhe nuk kam bërë plan të bëj make-up, por do eliminojmë pak të pushur këtu, me thjesht sepse vetëm ata kemi me pak korektor. Si që thash, për ditë ka qenë edhe bashkërti e gjenit, për përdor këtë Patris. Edhe diçka, unë në gjithë produkte që përdor janë të sigurta për gjitha një, siç bëja në shtatzani, njëjtat kërkime I kam bërë edhe në tani, sepse vazhdoj të ushqej djalin, kështu që është normale. Siç po ju thoja, nga që edhe gjeni pa qef, por edhe këto ditë, ka që edhe bashkërti e saj, edhe një ditë përfituam dhe vetëm bëm shopping, edhe I kam bler abrit se gjëra shumë të lezetshme, fantastike fare, domethënë, për ja kam marrë për, domethënë, edhe për disa muaj mandej, sepse rritet me vërtet shumë shpejt. Mashallah. Edhe I dua, nuk mund të blesh për kohën që është aktualisht. Për muaj që është aktualisht. Nuk e di si e bëjnë këtë kalamaj, se kur I hedhim nitrat e këmbët, ai shpejt rriten, mashallah. Dhe I ka bler dhe gjeni me Kelin, burrin e saj, domethënë, një kostum. Nuk e di ndër preferuaret e mi. Para një 2 ditësh, Ronaldo doli veti dhe e njëta shopping mall, edhe kishte bler njëjtin kostum në ngjyrë të ndryshe. Cili është fati, domethënë, që mua më pëlqeu aq shumë. Gjeni me Kelin ja ka bler grimë duket, ndërsa ai ka bler një prue errët shumë e lezetshme. Edhe biri tani është ka aq shumë rroba pranverore, që me si prestja vesh. Ronaldo, madhi, I ka bler për një vjeç e gjysmë 2. Por gjithsesi. Janë shumë bukur, kështu që ja s'u problem. Të kemi aty. Si dieta do I arri për atë vit, për atë mosh, mbas e vesh më herët, varet si ka rritjen, dash Zotit çdo gjë mirë. Se ti them diçka. Unë rrallë herë maskara, por kur e vë, zakonisht më kuron gjithmonë sytë, prandaj evitoj ta vë, por thash, hajtë se sot edhe mund ta vë.
Interesante. Edhe shoqe të mia të dashura. Ju bëjmë dije që arbëri nuk ka këtë ngjyrë sysh. Nuk kam akoma shumë të qartë si ka timi sinqert. Pres, s'po më bëka këto. Po pres të rritë dhe pak që ta dalloj tamam se asnjë nuk e kupton se e ka ngjyrën e syve. Asnjë. Tapem pak këto tani. Edhe kështu që edhe po e thoja për shopping, dolëm atë dite, e doni ju që atë dite ishte dita që Gjeni sproj që ishte me bajame. Edhe thonë ta jo, jam pet, nuk kam fuqi. Edhe unë që madhe ti si bën, me temperaturë. Pastaj në darkë kur kthehemi ishte me temperaturë. Një gjë tjetër që ndodhi, ishte bajrami. Festa e bajramit. Edhe dekorova shtëpinë për herë të parë për bajram. Kemi parasysh si të bëjnë njerëzit për Krishtlindje? Unë e bëra për bajram. Dhe jam shumë e lumtur që e bëra, që arbëri të përjetoj këtë gjë, duke u rritur. Kur shokët e tij të flasin për eksperiencat për Krishtlindjet apo si festojnë në familjet e tyre, ai të flasi për bajramin. Edhe të ketë çfarë të tregoj si eksperiencë, të tregoj shoqërisë, klasës, që në fenë e tij ai feston bajramin. Dekorojmë shtëpinë për bajramin, bëjmë dhurata, mblidhemi bashk, argëtohemi. Që kam më njëtë se që ndoj unë, si kërë shumë o zë vend. Kënqë. Vëm këtë, se besoj si të shkoj. Kënqë. Qartë. Më pëlqen. Duke qenë se doja diçka shumë të lehtë, që të binim pa vetëm syt. Besoj se ja kemi dalë tani të vëmë ndonjë të shkëlqys. Ju vura të shkëlqysin e Kikos. Kjo më mirë se kaq nuk rregullohet, po mirë është. Hajde aty të rrugoj as bukurimet një sekondë. Shikoni se le të që Eid Mubarak, sepse nuk e gjetëm gjuhë tjetër, ishte vetëm kjo, por nice. Pastaj siç mund të keni edhe të prerë kemi vënë këtë. Në thonë Eid. Të më thonë, pero, shumë e lezetshme. Ju lutem që dielli. Wow, ka dhe me vërtet shumë diell. Është gjëtrimi i mami. Është gjëtrimi i mami. Atension, Marvin. Gjithsesi, ato 3 ditë temperaturë, isha pet, por prapse, dhimbje fyti kam akoma, dhe dhimbje trupi, dhe dhimbje fytit provokon që kur flas shumë, nuk mund të flas shumë pikërisht sepse më të çpon, më të çan. Doja dalim. Dhe u bëra gati për të off. Arbër. Jemi në rrallë të posta. U takuam. Jo se jemi takuar çdo ditë, themi drejtën. Se duhet t'ju them të vërtetën, në fillim Gjulia tha që ka ju. Gjulia në fillim tha nëse ke grip, jo, larg me edhe arbërit. Pas ka dalë një kuç. Ke një vlogën të ditë. Por duke qenë se u kisha bajame, Gjulia tha, okej, mund të takohemi ditë për ditë. Guilty as charged. Ne jemi rrallë tek posta. Kisha lexuar që a thatë për jaba gjithmonë. Të lavorojnë majer. Tërpizja me 23 ditë për në bënjëri. Po mirë më Ronald, pastaj njeriu përmison, zgjedh një specializim tjetër. Nejse, thoni ciao, se telefoni im ka vendosur mos të rjetë. Kapi momente vendosës. Aty mrapa Xhulit është arbër. Aty krah Xhulit, do të thoya, jo mrapa se mrapa Xhulit është çikse e vështirë ka të Xhulit. Aty është arbër aty. U kthem në shtëpi, Xhulia është këtu për drekë dhe ty tregoj çfarë blen për arbërin. Se blen vetëm për arbërin, cili po flet gjumë.
Te OVS e blem këto. Literalmente këmë bleve të kanatira. Po, te OVS e blem edhe këto. Aja bluza. Ja, bleve të Edhe kanatira. Këto, isto. 3 copa. Sa cute. Pastaj. Te kjavi. Unë i bleva Ronit këta. Gjulja i bleu Arborit. Prap, 3 kanatira. Material shumë i mirë, duhet të themi vërtetë. Who's you çuni, ndërkohë? Po për Ronaldon. Atëherë, pastaj vazhdoj tjetër. Po Ronaldo për vetën. E nuk është pa im. Thash shumë fillim duhet ble buka, se më lejmë mami që në gjës. Tani hësë të... Eravamo lì per coppie. La detto kur ishim te për kohë. Perché non l'ha detto? Mi fermo a comprare il pane. O Gjulaj thash? Ma si vete non l'ha sentito. Nuk ka gjë, po s'është pa im. Ska fare signori për Gjithsesi unë bëra makarona dhe kjo vazhdoj të tregoj çfarë ka vlerë. Non fa il giro, non ti scopre niente. Ronaldo i ka marrë gjithë tonalitetet e bardha dhe këtë mishën lit no. I tutto ciò fai bene per te, se io cambio të dy. Fix, fare është i Gjulius që ka na ka gju. Dhe e mbyllim po me Ronaldon. Qa për ti sa Këto ishin gjithë gjëra që blem ne dhe unë do bëj makarona. Sepse, siç mund ta keni kuptu, s'është ble bukë. Cosa che va bene? Il buca. Ro, nuk e kam unë fajin. Kështu që... Tërsa, ku që do të kemë mama? Budulisja veshët, arushi! Ndërkohë që Ronaldo merret me me, Giulia po merret me Arbrin, sepse mbas tërditën në makinë dhe në dorë duke lëviz andej këtej, ka nevojë dhe ai për lojrat e veta. Unë po mbaroj drekën këtu. Faleminderit shumë që na ndiqni, që keni durim, që na mbështesni. Shpresoj që ky vlog t'ju ketë pëlqyer. Ju premtoj që nuk do të vonohemi përsëri kaq, edhe nëse jemi smur. Edhe një shumë faleminderit për dashurinë gjithmonë, që jemi në vlogun e radhës. Paçi.